Me rritjen e temperaturave janë shtuar edhe vatrat e zjarreve, me një shpërndarje thuajse në të gjithë vendin. Autoritetet thanë se janë raportuar 26 vatra zjarri, të cilat janë vënë nën kontroll. Gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 26 vatra zjarri, të cilat janë neutralizuar të gjitha pas një pune të pandëprerë të forcave operacionale në terren. Këto vatra zjarri janë evidentuar në qarqet e Vlorës, Gjerkastrës, Lezhës, Shkodrës, Dibrës, Korçës, Tiranës, Kukësit, Durrësit e Beratit. Zjarri i rënë në tregun industrial në qytetin e Durrësit konsiderohet edhe më i rëndi me dëme materiale, si dhe u doq një banesë, fatmirësisht pa të lënduar në njerëz. Në bashkinë e Durrësit, një vatër zjarri e rënë në një treg industrial shkaktoi një dëm të konsiderueshëm në mallra dhe pajisje. Dyshimet janë se gjithçka ndodhi për shkak të mbingarkesës elektrike, ndërsa pak nga tregtarët arritën të shpëtonin mallin. Hetimet megjithatë vazhdojnë për shkakun. Në të gjithë vendin në këto 24 orë u dogjën 56 hektar. Kryesisht, zjarret kanë rënë në sipërfaqe me bimësi, ku si pasojë janë ndjegur rreth 56 hektar sipërfaqe me pemë, shkure e barishte. Emergjenca civile bën apel për më shumë kujdes në këto ditë të nxehta, ku në rrezik të lartë konsiderojnë qarqet Lezhë, Durrës, Tiranë, Berat dhe Fjell.